Përshëndetje mama. Par dje kur kam nxjerr story që Flori po flinte te Sedilia e gjumit, më thatë që a mund të rri kaq i vogël ulur, edhe pse ke çuar në drejtim me shoferin. Në fakt Flori ishte nga ana e kundërt e shoferit dhe nuk ishte ulur, po ishte shtrirë, gjysmë shtrirë, pra ashtu siç është me Sergjolinot të porsalinëve, sepse ajo Sedilia është e përshtatshme për bebat e porsalinëve deri në moshën 15 muaj. Do t'ju tregoj pak më shumë për Sedilën. Gjithsesi, po ja u bëj tag faqen edhe ju pyesni vetë. Si që shikoni, është për moshën 0 deri në 15 muaj. Ka këtë shtresën e sipërme. Kjo është për bebat deri sa të jenë 75 cm të gjatë, pastaj hiqet kjo dhe ngel pjesa tjetër poshtë. Me vërtet që më pëlqeu shumë, ishte super materiale dhe të mendosh që nuk ishte aq shtrenjtë. Unë e kam bler më shtrenjtë në Gjermani, është e kësaj marke. Mund ta shikoni vetë, gjithsesi pra po ja u lë faqen tag. Pra, dhe Flori nuk ishte në drejtim me shoferin. Në drejtim me shoferin do të ishte kështu, për shembull, zëri se është makina do të ishte kështu. Nuk ishte kështu, ishte kështu, ashtu siç duhet të rrinë. Dhe këtu kemi 1, 2, 3 pozicionet, 4 se si duhet të rri fëmia. Kur janë beba të vegjël që nuk mund të rrinë ulur, ne thjesht e kapim këtu edhe tërheqim. Edhe kjo si po ju tregoja, kemi këtë pjesën këtu që e tërheqim, edhe shkallët 1, 2, 3, 4. Për beba duhet jemi këtu shtrirë. Pra bebi duhet të rri kështu poshtë 6 muaj. Për bebat që mundet të rrinë pak ulur, si në rastin e Florit, e tërheqim brapsh edhe e çojmë tek treshi. Pra, këtu te treshi. Pra Flori ishte në këtë pozicion, kështu se nuk rri më shtrirë, mban kokën lart. Kur bebat rriten akoma dhe më shumë, pastaj kalojmë te 2-shi edhe te 1-shi, kur mund të rrinë vetëm. Pra bebi mund të rri ulur në këtë pozicion 90 gradë ulur, kur mundet vetë që të rri ulur, pra diku nga mosha 9 muaj apo 10 muaj. Ne me Florin jemi te 3-shi. Tani nuk e di se çfarë mund t'ju them për Sedilën. Kjo ishte. Për çmimin, pyesni te faqja apo për llojet e tjera, ata mund t'ju sugjerojnë edhe Sedile tjera. Di që kjo inja ishte perfekt. Pra, që nga lindja i kurse mbetes lek, që nga lindja deri në moshë 15